Përshëndetje, miq të Tru Podcast, përshëndetje ju pacient që na shani, përshëndetje juve dashurit e mia që na ngrini dhe na investoni në faqe. Sot do vazhdojmë prapë, meqense jemi në fushat, do vazhdojmë prapë me biseda politike, kryesisht, por jo vetëm, me kandidat të djathtë në këtë rast. Shumica për ju kur të më shikoni tani dhe strishën do thoni o gash, po ti vajte folet e mitingu i PD-s, të fjalimi fushata mbyllës e PD-s dhe merr njerëz nga koalicionet tjera, nga koalicionet që kryeson Basha me Endri Hasën e tjerë. Unë nuk më intereson fare as Basha, as Endri Hasa, as KEA-ja, as PD-ja në thelb, se unë nuk jam njëri partijak, jam në biznesin tim dhe kam miq te Partia Socialiste, te Partia Demokratike, te Partia Bashës, kam miq, motra, vëllezër dhe njerëz me integritet që për një arsye apo për një tjetër kanë vazhduar investimin e tyre politik aty ku e kanë parë se u ka ënda, apo aty ku e kanë parë se mund të bëjnë diçka. Teza ime për politikën është që neve duhet bëjmë një pajtim kombëtar duke mos e ngritur në piedestal gjuhën e urrëties, po të ngrem piedestal gjuhën e bashkëpunimit dhe mos i diferencojmë njerëzit me luftë klasash o me mua o kundër meje. Të gjitha kanë drejtën për të shprehur në demokraci ose të paktën për të promovuar veten e tyre për herë të parë, për herë të dytë, për herë të tretë, varet nga situata, por nuk mund të bllokojmë zërat e lirë kur ky podcast është hapur vetëm për të promovuar zërat e lirë dhe zërat ndryshe kundër sistemit. Sot ftuar kam një zonjë shumë nderuar që vjen nga njësia 4, është mikesha ime, e njoh prej vitesh, e kam shumë xhan, edhe komuniteti atje të majt djathtë, të Bashës, Berishës, të Blerina Gjylametit e respektojnë, sepse është me të vërtet zonjë shumë e mirë dhe gojëmbël, nuk është nga këto fucet që të vinë këto patronazhistët e partisë që të bëjnë çdo gjë për partinë, duke harruar parimet, vlerat, miqsinë, shoqërinë. Dhe shpresoj që juve të shikoni me një bon sens dhe shpresoj që në qoftë se juve nuk jeni juve të pavendosrit po ju drejtohem, apo dhe juve zonjave të nderuara apo zonjushave të nderuara, grave të Shqipërisë që nuk e keni ndarë akoma mendjen këtë 5 ditën e fundit, se për këtë do ta hidhni votën, nuk pëlqeni asnjë nga partitë e mëdha. Shikoni, edhe pse unë jam kundër votës, shpërndarjes votës për arsye elektorale dhe të formulës elektorale, u a them që në qoftë se ju e keni ndarë mendjen se është ai 30% që ndan mendjes do votoj për asnjë nga të mëdhat, ja ku e keni një zonjë, Orsela Aga, e keni tek numri 4 e para në listë. Njihet ndryshe edhe si Ela e njësisë numër 4, por e ka Orsela Aga, e shikoni edhe këtu poshtë. Voto Orsela Aga tek kolona numër 4 ku është koalicioni Euroatlantik. Ela do ta kam njohur në ditët më të vështira të përçarjes Partisë Demokratike. Kemi diskutuar me grupin e saj mbi dividendat që kishin më atëherë, mbi Sali Berishën edhe Lulzim Bashën, edhe pse ndonjëherë tonet nga emocioni ngriheshin, secili me argumentet e veta, ka fajin Berisha, ka fajin Basha, duhet iki Basha apo duhet iki Berisha, duhet hapi njëri kraun apo duhet hapi tjetri kraun. Ditë them që, më thënë, emëruesi për Bashën të gjithë diskutimeve apo gjithë diskursit ton ka qenë respekti dhe duke e veçuar politikën nga raportet personale apo miqësore apo dhe familjare, sepse në fund ditës miq të ngelen, politika ikën dhe vjen. Sot kemi një sistem demokratik, me fitu Rama në datën 12 maj, mund të vemi edhe në sistem autokratik e gjitha me radhë. Kështu që Orsela, shumë faleminderit që më erdhe dashur. Të falenderoj ty shpend për ftesën. Sikur se the ne jemi miq prej vitesh. Absolutisht, unë kam. Të falenderoj shumë për e kisha lënë të 10 ditën e fundit, sepse aty të duhet më shumë. Është e vërtetë. Falenderoj pa mas. Më thuaj si po të shkon pak fushata, domethënë çka ka veçanti kjo fushat për ty? Fushata po shkon shumë mirë realisht, me takimet në zonë, por që mbetet për tu prekur ajo që marr, domethënë mesazhe motivuese dhe mbështetëse nga të gjitha palët, jo vetëm nga ata që mbështesin koalicionin Euroatlantik, sepse ne kemi ndarë
prej shumë vitesh, do të thënë sakrifica të njëjta, kemi dhënë kontribute të përbashkëta, edhe me pjesën tjetër me të cilët jemi ndarë, dhe unë kënaqem kur më ndalojnë në rrugë dhe Orsel, ku je, nuk na ke ardhur aty, domethënë të jep atë kënaqësinë më vete kjo pjesë. Më duket sikur është zbutur pak kjo përçarje në bazë. Se unë nga që kaloj shumë kohë te njësia numër 4, se ti di lidhet e mia që kam miq. Kam këshurinë e miqe, vinin edhe ajetin e shumë tjerë. Më thonë, kur vija atëre, shikoja që kishin një ndasi. Sepse faktikisht edhe nuk ishim faje. Ishte fillimi i përplasjes madhe, dividenca madhe që e more me shpat madhe të dyja kampet. Edhe faktikisht kur e mendon tani që ka kaluar gjithë ai emocioni, ashtu duhet ishte marrë, sepse o e kap aty pjesën e madhe o nuk e kap. Por tani kur vi atje shoh që nuk ka fare këtë ndasin, baza e PD-s, jo po Basha, jo po Blerina Gjylameti, gjitha. Pa çka se edhe me zonin Gjylameti, edhe në fushatën e 2021-shit, kishe një fare respekti edhe me komisionerët, pak në ajo zonë aty, kur vetet e Nallias, për Nallias. Domethënë kishe një lloj kohezioni qytetar, që okay, ne po ndeshemi tani për vota, kuti, domethënë votat kanë vajtur në kuti, mos të bëhemi pisanjoz dhe mos të bëhemi burracakër që të fillojmë tani të grihemi me njëri tjetrin, të kapemi me micka, si thon domethënë që të kapemi. Dhe këtu më ka bërë përshtypje që te njësia numër 4 më shumë prioritet ka komuniteti se sa vetë politika. Patjetër që vetë komuniteti, dhe sikur se e the që është, domethënë, unë ndihem mirë kur etiketohemi me qytetari. Pse? Sepse gjithmonë njësinë 4 kanë parë si njësi, domethënë, periferike, që është lënë pas dore në problematikat e shumta që ka, dhe shumë zonat sa janë, domethënë, Kusret Qameti, po ti shikosh nga afër, por që ka njerëz shumë të mirë. Është kjo që the që e thyem atë që ka dhe qytetari aty, ka qytetari aty brenda, sado që janë njerëz të varfër shumë në jetën e përditshme, sepse ashtu është lënë nga të gjitha palët, nuk është se ka qenë dikush që i ka vënë vëmendje, dhe mua më bëhet qefi këtë radhë për të vetmin fakt që dolën kandidatura nga vetë zona, jo se jam unë. Kanë dalë nga vetë zona kandidatura. Nga vetë zona, domethënë, qoftë emri im, qoftë emri i kandidatit tjetër që është po në koalicionin Euroatlantik, jemi të dy, domethënë, kandidatë që jemi lindur dhe rritur në atë zonë. Kështu që më në fund, sepse në statistika ajo zonë kur nuk ka patur jo kandidat për deputet, por nuk ka patur asnjëherë as drejtor të përgjithshëm, janë të dokumentuar. Po nga krau Partisë Demokratike. A ka ndonjë kandidat për deputet zonës se njësia numër 4? I zonës që tjetë aty, jo. S'është, domethënë. Jo, domethënë të sjell nga qendrat. Pra ti mendon se kjo mund të jetë një surplus politik? Plus. Ajo varet pastaj nga figura e gjithë secilit. Çfarë ne ofrojmë aty. Por ka të mirën e vet, sepse me shpendin, nëse unë jam rritur, është dhe pjesa njerëzore, jo vetëm pjesa politikës, domethënë që dhe ne e kemi provuar edhe në zgjedhjet kaluara. Po flas për zgjedhjet e bashkisë në 2011. Domethënë që përderisa ishte një nga personat e zonës që doli i pari në mini bashki, domethënë unë mbështet masivisht edhe nga pjesa e majt. Po nga të djathtë domethënë që ishim të gjithë bashkë. Aty firojnë edhe votat majta nëse del një kandidat i zonës. Po sepse është, domethënë, ajo misia ana njerëzore. Unë shikoj në përditshmëri, domethënë kur takohem, nuk është se më shikojnë me atë syrin që kjo është kandidate e Bashës dhe OBB. Madje edhe në një dalje që bëm me Bashën në terren, e prekëm këtë gjë. Domethënë futeshim tek bizneset që ishin të djathtë, të majt, pa asnjë lloj ndasie dhe pritja ishte domethënë e ngrohtë dhe nga ata. Pavarësisht se unë i di si e zonës që jam që janë të majt, por prap domethënë çoheshin për të na. Po raporti jot me Bashën. Si është raporti jot me Bashën? Domethënë raporti jot politik. Raporti politik. Mund të them se i kam qëndruar sepse e kam menduar që është në
anën e drejtë Po. të asaj çfarë ndodhi, domethënë. Për shumë arsye. E kam falenderuar, ndoshta ka qenë pak ardhi me vonesë pjesa e kandidimit, sepse në 2021 kam qenë një nga emrat më të propozuar në njësinë 4 tek primaret, E kuptoj. por nuk arrita dot, domethënë. Lufta e Nuk dua brendshme. t'i futem, po, nuk du t'i futem. Lufta e brendshme. Por në këtë moment që e solli, ndoshta e thjesht nuk është, sepse në këtë moment Po, domethënë nuk është fort e lehtë ta marrësh, Shiko por çfarë ka ndodhur. Ty të ka ndodhur që kur ti e propozuar, kur partia ka qenë e bashkuar, brylat, po e quajmë brylat, Brylat, jo. nuk po e quaj tani ti vendosin faj, se faj është tim. Brylat kanë aneksuar. Tani të ka ardhur oferta që u është ofruar në tavolinë 2021-shën, të ka ardhur kur partia nuk është e bashkuar. Kjo për mua tregon dy gjëra. E para, të kam pas frikë, jo se ti je frikshme apo se je në një njeri me shumë influencë, po duke të njohur ty personalisht, edhe duke njohur se çfarë mirësie, çfarë zonje e mirë je ti aty në zonë, tek zona që ti e quan të varfër, po më besoj që jam më të pashur se sa blogu, jam më të pashur se sa blogu, se atje unë kam vajtur në çdo lloj tavoline në Xhak, kam vajtur tek shkolla bashkuar, kam vajtur aty në Allias, çat kanë ta shtrojnë tavolinë, din ta ndajnë gjën, kurse në blok po nuk patet edhe 70 lekëshën, më beso as ujë nuk ta jep njëri me pik, po të thash. Kështu që më besoj që ajo zona shumë e pasur, ose të kam pasur frikë, ose tani u duhesh për me maksimizu vota në gjendjen jo të mirë që është koalicioni, sepse e them koalicioni është në gjendje jo të mirë një, e para sepse Basha ka humbur kredibilitetin politik, ti e di shumë mirë domethënë. Pse ka humbur kredibilitetin politik, sepse përballë ka Berishën i cili fiton pik dita ditës. Domethënë në binomin Berisha-Basha është me pik shumë tulta Basha përballë Berishës. Cila do qoftë arsyeja, edhe cila do qoftë arsyeja ndoshta e drejtë e Bashës që ai duhet tikte. Por Basha si lider nuk duhet kërkonte ikjen e Sali Berishës, duhet luftonte që ta hiqte, siç luftohet në politik. Pra nëse unë nesër du me heq Edi Ramën, nuk i them Edi Rama ikti se do vi unë, do të largoj. Edhe punojmë të gjithë bashkë për ta larguar Edi Ramën. Po kjo i përket një gjë tjetër. Them që është në gjendje jo të mirë sepse është e paprovuar. Pra, cilat janë strukturat tuaja? Këtu më lini pyetje. Pra, keni struktura të gatshme në Tiranë për të maksimizuar votën? Apo jeni akoma në ndërtim si parti e re, si koalicion? Strukturat janë. Se ti e ke... Jo, strukturë, jo vetëm të zona. Tek zonë. Në Tiranë, si koalicion, për shumë, në qark. Tani përderisa Këshilli Kombëtar funksionon, kryesia e partisë po, pjesa, domethënë kryetarët e kolegjit zgjedhor janë aty, domethënë nuk janë as të tërhequr, as inaktiv, është struktura e shpend, është aktive. A ka në çik optimizëm? Unë shoh që te Partia Demokratike më shumë optimizëm ka tek unë që nuk jam pjesë e strukturës, sepse e shoh se ç'a bëhet jashtë, si njerëzit vinë, domethënë, po ku dërbon jashtëqitja e rilindjes, po ta quaj kështu metaforikisht, ka lënë jashtëqitje kudo në çdo cep Shqipërisë, sepse janë trup kancerogjen i gangrenizuar, po kalbet, mishi, ke parasysh mishi kalbur, këtë herë mban rilindja. Këtë herë mban rilindja dhe njerëzit tani janë çuar që nuk e dua këtë lloj murtaje. Po ka ardhur aty ku s'mban më. Që s'mban më motra. S'mban më. Domethënë e kanë degeneruar. Domethënë konceptin e shtetit e kanë degeneruar në çdo drejtim, te arsimi, tek mjekësia, tek urgjenca. Tek mjekësia mos ma thuaj se e kam provuar dhe vetë, domethënë me një sprov që pata para 2-3 vitesh, që o Zoti i Madh, po të mos kesh mundësit, domethënë je harruar me kohë dhe do ishe sot duke ardhur, duke thënë që ti çoj një tuf lule Orselës aty se me qenë se më ka lënë shihet mirë. Ka dash Zoti e ke shpëtuar, se jetë gjatë nuk bëhet do të jetë shkurtër. Po, ajo është pa diskutim se ne domethënë jetën e ka në një shtet që pretendon se do na marrim pasaportën europiane, ndërkohë që do na japi pasaportën europiane, njerëzit vdesin po mos ke njoja, a kupton, harrohesh bësh njoje edhe mundësi financiare, sepse edhe njojet nuk kanë çfarë të bëjnë
Ndërkohë që është ngrit gjithmonë tek onkologjiku nga Osman Stafa, paktën më sa kam parë, që e kanë ngrit gjithmonë, dhe si problematik që nuk kanë medikamentet, domethënë, që të vesh duart në kokë. Imagjino dikush që vjen nga rrethet, përveç kostës së rrugës, njërën tjetrën, individit që e shoqëron e një kalvari vuajtjesh që kanë ata, të vish dhe aty dhe të thotë që nuk ka mjekim. E kupton se ku jemi, domethënë çfarë. Që juve keni onkologjikun e keni në zonë. Në çfarë katraure po. Që juve keni onkologjikun në zonë. Në zonë. Të merresh aty. Domethënë mjekësia është të merr në Shqipëri. A ka mjek të mirë pafund? A ka doktor fenomenal, ka shumë të mirë, shumë burra të mirë e gjitha, po a ka dhe nga këta që i shikojmë pacientët si klient, edhe nga këta ka shumë? Plot, domethënë, sepse edhe kur ti mund të kesh një mundësi për ta bërë te shteti, ai të orienton direkt tek. Por është ajo që jo të gjithë i fusim në një domethënë, siç po ta thoja, tek PD-ja brenda strukturave nuk ka shumë frym, me sa shoh unë. Ndoshta janë të trembur, ndoshta është ajo lufta e brendshme, ndoshta nuk e di domethënë. Kanë frikën se shpendi po ja merr Orseles se s'ka më zona, janë të futen në zonën e njëri tjetrit. Deri tani nuk është se kam ndjesi si presion, domethënë që thua që ka qenë e paqë në kuptimin e marrëveshjes me kandidatët e tjerë. Nuk është se e kam parë. Unë për shembull kam dalë tek tregu i medreses me kandidatin tjetër bashkë me zotin Basha. Kështu që shikoj dhe fushatën në zonat e tjera që dalin bashkë. Nuk besoj se është kjo. Mund të ketë ndonjë individ tek tuk që mund ta ketë më të dukshme, më të shfaqur, por që pjesa më e madhe nuk është se e kanë pat këtë. Unë flas për vete. Unë nuk e kam absolutisht problem të dal me cilin do dhe të kërkojmë vota për koalicionin Euroatlantik. Do thonë qëllimi është i përbashkët. Në fund të ditës ne po kërkojmë. Ka shumë zëra që thonë për të njëjtin Lulzim Basha thonë, më thonë do marri votat djatha dhe do t'i heqi Partisë Demokratike votat cilat janë djatha. Juve si argumentoni të kundërtën? Se më intereson edhe argumentimi se, ti e di që unë nuk marr vendime pa dëgjuar minimumi 2 palët. Domethënë, këta kanë pretendimet e tyre, po nuk kanë pyetur njëri nga koalicioni Euroatlantik që të bëj dhe unë një sintetizim të mendimit, që dalë ta gjojë këtë lloj argumente. Tani, ti e di sa xhant kam, unë duhet ta gjoj një argument tani, po duhet sinqert. Domethënë, këto vota tuaja janë me të vërtet vota që do merren djathës? Apo juve po synoni edhe votat majta? Patjetër që po synojmë dhe votat të majta, por dhe votat e elektoratit gri shpend, sepse ti e shikon që nuk dalin njerëzit votojnë. Me thënë pjesëmarrja ka qenë shumë e ulët. Paktën në zgjedhjet që kemi kaluar më përpara. Kështu që duke qenë që një pjesë e madhe janë të tengopur, nuk e kanë mundësinë tani që të paktën duan një frym tjetër nga ajo 34 vjeçare që është deri tani. Okej. Mos voto as për asnjërin, as për tjetrin, të çdo alternativa. Ndërsa për të djatha mund të jenë këta, sikurse e folën bashkë që në marrëdhëniet njerëzore, patjetër more se ka dhe nga ata që e shikojnë siç mund të kenë rezervat e veta kashi. Po, e kuptoj. Nuk e se të justifikosh, rezervat kashi palës tjetër. Rezervat kanë denjt deri tani dhe thotë, unë dua të shkoj, domethënë të votoj koalicionin Euroatlantik. Kaq, nuk është se po ja merr, domethënë kush vjen do vi me dëshirën e vet, nuk është se. Pra, gjithë ideja jote është e përqendruar, gjithë fuqia jote elektorale është e përqendruar te njësia numër 4. Sa banor ka njësia numër 4 në total? 65.000 banor. 65.000 banor. Plus minus. 65.000 banor. Po themi në kokë. S'ka gjë, domethënë është në kuotat e 50-60.000. Domethënë 50-70.000 po ta quajmë me një mesatare e vendosin vet. Por që 30.000 domethënë kanë votuar. 30.000 janë votues. Si del Partia Demokratike? Më thënë, si ka dalë djatha kur keni qenë bashkuar? Si ka dalë Partia Demokratike te njësia numër 4? Tani e djatha nuk është se ka dalë keq shpend. Nuk ka dalë keq. Asnjëherë.
Por makinacionet që bëhen pastaj nga makineria që kanë pushtet, kanë qenë, sepse po të marrim 2021-shin, ti kishe Ahmetan që bëri kërdin me blerje votash pafund, me ato legalizimet që i bërin minutë fundit që i thoshte 9.000 letra se nesër të vinë, domethënë që janë të provuara, nuk është se po flasim hajde se na pëlqen me fole dhe kuptoj. e solli të gjithë arsenalin e vet e dislokoi tek njësia 4. Edhe nuk mund t'ja vësh fajin se nuk morën votat e djatha, por duke qenë që ajo zonë e prekëm është shumë e varfër dhe ka një kontingjent që po ashtu domethënë janë kollaj të menaxhueshëm, po ti përthitesh. Kjo ka qenë, por jo se kanë dalë ata më mirë se sa Këtë vit si e shef, domethënë këtë vit që nuk është se po hitet shumë lek hapur siç janë hedhur. Okej, ke hedhje parash, ke makinacione sa duash, por këta bandat e të fortëve, këto lekët me valigje, nuk po duken qarkullim. Kupton shpendin? Jo se nuk janë, se janë duke survejuar, po gjen makinacione të tjera. Kupton shpendin, po nuk bëhen të bajatosur, që të rinë 8 çuna me xhama zinj, te klubi përballë. Klubin përballë me bagazhin e makinës hapur që hajde merri lekët edhe më fotografo votën. Mendon se ky është i plus për ty që je figurë e re politik, ti je mrena strukturave, je me eksperiencë, se të njohin. Po politikisht je figurë e re, sepse ti sot kanë dritur Zeniti, që sot po hitesh për herë të parë kandidaturë para qytetarëve. Mendon se ky është i plus për ty? Patjetër që është një plus. Se ti nuk je njeriu që mban kontingjent kriminal me sa të njohun lart e poshtë të shpërndajnë vota. Ti je shumë zonjë nderuar aty, familjare, ke bën një punë shumë të mirë gjatë viteve dhe kur ke qenë drejtoresh, jo se po ta bëj çefin unë, po nuk është se ka dalë një njeri që kjo është hajdute, na ka vjedhur, na ka bërë, ke larguar të majt, se s'ke larguar të majt, në ndjenjen time. Është shumë vërtet. Dhe sot je një biznesmene, një sipërmarrëse më saktë, që ke hapur një gjë për shkuar drejt përmirësimit të arsimit, se kjo duhet ngritur në piedestal. Pra ke hapur një qendër kursesh after school, domethënë pas shkolle për gjithë juve që nuk dini anglisht. Ku bëhen kurse matematike, anglishte, fizike, kimie, më së shumti për përgatitjen në maturantëve. Je me 2000 kesha tjera, 2 ortakë tjera. Pra, edhe për komunitetin ti po kapte plaga më e madhe. Domethënë ti po shkon të bësh ndërhyrje kirurgjike. Aty ku na dhëm të arsimi. Tani ti je djath, se mund të ketë njerëz që kur ta shikojnë këtë do thonë po dalë se e ka hapur për biznes, ti nuk e dal për Nën Tereza besoj. Biznes është. Po nga ky lloj përfitimi që merr ti e ke në kushtet e pozitivitetit, pra për të rikuperuar prap në shërbim të komunitetit. Nuk është se ti po merr lek, po shpërndan diploma. Absolutisht jo. Ti thjesht po përgatit. Pra ti paguan njerëzit që vinë te ty, prindërit paguajnë shërbimin që fëmia tyre të marrë të rrisi kapacitetin intelektual, po të rrisi kapacitetin e arsimit, sepse siç e dim shkollat tona janë në rënie të lirë, për mos thënë në gjendje bastarde, se s'du me e thënë këtë lloj gjëje, po është në rënie të lirë, pikjat. PISA 2023 ka treguar se çfarë niveli ka në shkollat shqiptare në kohën e rilindjes. Dhe deri tani shpend kemi një feedback shumë të mirë nga ata që kemi patur të qendra. Po më tregon, më fol pak. Sepse sjellin njëri tjetrin nga stafi pedagogjik që aty jep, domethënë, kurset. Jo se është qendër që unë e menaxhoj dhe e kam, domethënë, në pronësi bashkë me 2000 keshat, sikurse the, por janë vërtet me kualitet si staf. Po ky stafi është gjithë i djatha. Jo, absolutisht nuk janë gjithë djathtë, madje një nga profesorët që na vjen është aktiv madje në krahun e majt, edhe unë herë me shaka ja them që shikoj se gjenoj flet palosje timen aty tek tavolina dhe i them po ke parë, do të thënë kaq tolerante sa jam unë që ti vjen këtu, do të thënë këtu merr pagesë, paguhesh për punën që bën, ndërkohë që shkon dhe jep kontribute po tek krahu kundërshtar. Jo, nuk e kam, domethënë nuk i imponohem askujt. Domethënë kjo ka qenë ajo që
secili duhet nëse e mbështet Orselën, dua që ta mbështesi Orselën për atë çfarë përfaqëson Orsela, por dhe grupimi ku Orsela bën pjesë. Nuk i imponohem askujt, secili ka bindjet e vet. Në fund ditës ne vim të gjithë nga një absolutisht parti e djathtë. Po. Do të thënë edhe ne jemi, do të thënë parti e djathtë dhe luftën sot e kemi pikërisht me atë që kemi përballë, me Ramën, nuk e kemi me njëri tjetrin. Do të thënë nuk dua ta mendoj që ne po bëjmë luftë me PD-n apo me një parti tjetër opozitare. Do të thënë ne jemi përballë atij zotërisë që duhet ishte larguar më saktë deri tani, jo linja editoriale të pakën akoma. Linja editoriale të pakën e vendosur në verbin politik të Lulzim Bashës është që me të njëjtin intensitet që godet Edi Ramën, godet edhe Sali Berishën. Ti tani po të pyes si qytetare, jo vetëm si kandidate, se unë ta di integritetin, edhe nuk është se i druhesh përgjigjeve. Ti mendon se kjo është linjë editoriale e partisë ajo që reklamon apo proklamon Lulzim Basha në për studio të tjera, apo është thjesht një luftë personale midis Bashës edhe Berishës në binomin tashmë 4 vjeçar se kush do jetë kryesuesi i të djathtëve shqiptar. Pra, kur Lulzim Basha flet nëpër media të tjera dhe thotë shikoj se lufta ime është e pakontestueshme përballë Ramës dhe Berishës, i quan trekëndçi Bermudës. Meduza etj. Rama, Berisha, Meta. Kjo është programi elektoral personal i Lulzim Bashës. Te këtij gjej diçka tjetër, ti thua shikoj se ne mos harrojmë që ne jemi të djathtë. Ata nuk janë kundërshtarët tanë. Patjetër që të djathtë. Dhe këtë nuk e mohoj. Pastaj shpend, unë nuk dua të futem dhe të bëj analizën e politikës madhe. E kuptueshme është. Pasi vi nga zona ku banoj dhe përfaqësoj atë zonë dhe gjithë lufta e fushatës time deri tani dhe derisa të arrijm qëllimit është rrëzimi i kësaj qeverie, rrëzimi i Ramës. A do kishte kuptim faktikisht, meqense neve folëm pak më parë që ti e ke zgjedhur këtë lloj koalicioni për arsye të listave të hapura, a do kishte kuptim nëse ti nuk do krijoj një ishull, siç e ke krijuar tani. Pra, cila do qoftë pyetja ime, është personale midis Berishës dhe Bashës apo është politike, nobody gives a damn, kupton, nuk i intereson njeriu se çfarë bëjnë ata të mëdhenj. Neve na intereson që lufta të jetë kundër Ramës. Dhe ky është lejtmotivi i fushatës tënde, është të rrëzohet Rama. Rrëzimi i qeverisë Rama. Ti je djathtë, ti do vetëm me rrëzu Ramën. Vjen një personazh që nuk e punuar 4 vjet, ke punuar në administratë publike, pastaj ke punuar gjithmonë privat. Kështu që nuk është se të ka mbajtur me bukë shteti. Të ka mbajtur kratë tua, qendra jote dhe do të mbaj ajo. Sepse nuk jam fut në këtë rrugë për të prit përfitimet. Domethënë unë do vazhdoj të jem Orsela që jam. Por kjo keq qeverisje që detyron çdo ditë fëmijët tanë të marrin rrugën dhe të largohen nga këtu sepse nuk e gjejnë veten, kjo është një nga arsyet madhore që mua sinon më prek, sikurse çdo prind tjetër. Më pëlqen shumë që ke krijuar një lloj ishulli brenda koalicionit. Normale që pa prishur balancet e koalicionit, sepse kur ti futesh në formacioni politik, absolutisht i ke nënshkruar një kontratë morale që linjat dhe konturet do jenë brenda të parapërcaktuara, por brenda këtyre rregullave, këtyre kontureve ligjore ose jo, domethënë morale, ti ke krijuar po bën një fushat atipike për partitë e vogla, që merren ndërmjet njëra tjetrës ose merren me Berishën, me opozitën. Ti ke krijuar një qëllim, një qëndrim tënd. Lufta ime është kundër Ramës. Dhe më besoj që është gjëja më e sinqertë edhe më e pastër që mund të dëgjosh të lloj zgjedhjesh. Pra, kush është njëri me integritet, kush është njëri që i ka 2 pare trun kok, thot, a do kishe kuptim të luftoj shpendi me Orselën dhe të fitoj Buçi, a marrë të mira. Fitoj prap Buçi. Se zgjemi në të dy. Kështu që absolutisht jo. Rama, edhe këtë ta respektoj shumë. Lufta është me Ramën, kaq. Me përmbysjen e kësaj qeverie, e këtij regjimi. Kam një pyetje si për podcast. Jemi drejt fundit bisedës.
Nuk e di atë pëlqeu se juve të partive të tjera kur nuk jeni demokratike, thonë ai Gashi është berishist, ai sulmonet bona, kupton. Po besoj se ndjer mirë, nuk se ndjer keq. Jo, jam ndjer shumë mirë. Do bëjmë pak spekulim intelektual, se jemi për qefin ton këtu, s'kemi ardhur për të bë fushat. Po t'i sjell në formë shkurre të padjegur 3 personazhet. Berishën, Ramën dhe Bashën. Cila do ishte një gjë, një tek fjali, po e duhet shkurtër fare, është rubrikë që po e hap me ty sot, një të shkurtër fare. Çfarë gjë do t'i thoshe gjithë secilit për këtyre treve? Atëherë, doktori do i thoja pse duhet të arrinim deri këtu. E bukur është. E bukur kjo. Kjo është e bukur. Ndërsa për Ramën do thoja boll është boll. Duhet largohet. Duhet largohet apo duhet ta heqim? Duhet ta heqim. Se ai për shpirt. Ai për shpirtit thotë deri në 2030, por duhet ta heqim. Ma shpjegon duhet të bëjmë të gjithë bashkë. Ma shpjegon pak këtë domethënë se më morën dije sa miq në telefon në Gashi apo ne. Po ky është vëlla, ky është edhe i kalëshuar plumbat fare. Ore mandati 4 dhe sikur ta marrë largozot është deri në 2029. Ky del me statistika 2030 vëlla. Ç'është është kjo? Është psikopati? Është se e ka popullin budall, mendon se e ka popullin budall edhe po ja i shes sa diagrama? Se ky është, më thënë, është i tmerrshëm. Këtë me lën 2050-ën thot, plani 2050-ën, e ke parë Belinda Ballokun ç'a tha? Atëherë unë do t'i bie shkurt sikur se the, që do bëhemi të gjithë bashkë dhe ta heqim. Do të bëhemi të gjithë bashkë ta Të heqim. gjithë bashkë për ta heqim. Kaq. Po Bashës ke për të thënë ndonjë gjë, ke për ta pyetur? Ha? Apo s'ke për ta pyetur? Ne po do ta pyesim për ty. Bashën. Do ta pyesim për ty. Le, mos është s'po të vendos të ka. Kaloje pak lutem buçe të flas pak me lulzimin. O Lul. Pse nuk e kërkon falje doktorit e burr? Po i enamoret në qaf, vetëm duke u përçar. Shko kërkoj falje, bëj mea culpa, thoj nuk e dija, më gënjyen amerikanët, edhe ktheu prap në xhirin e partisë. Neve të djatët, ndryshe nga të majtë që të fusin burg edhe të plakosin aty, neve e njohim teorinë e rehabilitimit. Pra, futesh, ke bërë një gabim, ke rehabilituar për 4 vjet, kthehesh prap brenda partisë. Bë mea culpa mik. Sepse siç e shef, siç e tha dhe Orsela, kandidatja jote këtu, duhet bëhemi të gjithë bashkë për ta mundur Ramën. Tek e tek. Nema. Të pëlqeu apo isha jashpër? Jashpër isha. Jashpër? Jashpër. Po çfarë thash më? Thash kërkoj falje të pakën. Kërkoj falje që se dija, nuk e dija që do vende kështu. Se tani a doli fitues Berisha në luftën civile brenda Partisë Demokratike. S'mund ta quajmë që doli fituar. Lufta akoma s'ka bërë, do të thënë kush e Vula. Vula. Po prit se Vula është akoma në rekurs. Në rekurs. Po çe juve mendoni se do ta merrni? Po. Po ja e morët. Për ç'a? Për ç'a do ta merrni? Tani Si do ta plotësosh? Ai do krijojë një parti tjetër. Do krijojë parti tjetër, të merr gjithë njerëzit. Merr gjithë njerëzit që i ka aty. Do të thënë, problemi nuk është edhe në fillim fare Orsel, kur u bë lufta midis për Vulën, kur do shkonte Vula apo jo. Teza ime ishte është turpshme të zihemi neve se kush e ka Vulën, o vëlla. Ajo shikohet se kush ka mbështetje. Tani mbështetjen ne nuk e ndajmë dot që a ka mbështetjen njëri apo tjetri. Pse? Sepse Vula është gjë tjetër, sikur se e the, por shkaku pse erdhi kjo gjëja deri këtu? Erdhi për ato arsye që janë thënë stërthën deri tani. Mirë. Kështu që kjo nuk është, domethënë nuk është zgjidhur sepse nuk ka qenë për fajt të Lulzim Bashës, se nuk u çu një ditë bukur dhe tha që doktorin do ta përjashtojmë nga grupi parlamentar se kështu dua unë. Jo. Shikoj, faji Lulzim Bashës, po të më pyesësh mua të Ishte një akuzë shumë e madhe që erdhi nga SBA-ja, kështu që faji Lulzim Bashës është, mua më vjen shumë informacione për Orselën, ta zëm. Shumë burime. Po unë nuk bie te burimi i parë. Ose të pakën për të marrë një vendim, duhet ta kthjelloj me veten time, duhet ta këshilloj me ekspertët më të mirë edhe të bëj një dalje më të butën
për të përballur me konsekuencat e nesërmes. Më kupton shpendin? Sepse ai po përjashtonte Sali Berishën, jo Shpend Gashin nga partia. Sali Berisha është historia. Ti mendon se Partia Demokratike, domethënë, është aset vetëm i një personi? Jo, nuk është aset, po brenda asaj partie fuqia e këtij personit është aq e madhe se të gjithë peshën gravitacionale e tërheq me veten. Më kupton shpendin? Fuqia do shifet. E ka deri tani, absolutisht, deri tani e ka bërë. Nuk është ashtu siç duket. Sepse kushdo që është përjashtuar Josefina Topalli nga Basha. Dhe u kthye prapë. U kthyn ata, pak rëndësi ka. Por që prishën gjithmonë punë dhe mbajtën Ramën pushtet. Ata prishën punë. Po. Për arsyet e veta personale me Bashën. Edhe sot i themi shoqë që erdhët prapë këtu që Rama vazhdon dhe rri akoma në qeveri. Po, edhe kjo mund të jetë. Kjo është një defekt ose jo i doktorit që ai ka për ta marrë në 12 maj. Po defekt tek kurrizi im dhe joti. Do ta shikojmë në 12 maj. Edhe unë nuk jam për reintegrimin e figurave të vjetra. Edhe unë personalisht. Ta them sinqerisht, e di që unë m'intereson fare atë që mendoj. Pra, nuk ka lidhje. Më mirë do ta shikoja që të kishte disa njerëz me integritet të rinj të gjitha që diltemi në skuadër 3 për me heq gjithë atë zmërçin që të është hedhur në baltosja ndër vite. Punë e doktorit e bëri si e bëri, ai ka vulën, ai ka një pyetje Shpend. Po. Se bisedë po bëj. Atëherë, meqense unë jam tek lista e hapur e Koalicionit Euroatlantik. Lista që ka doktori është listë dinjitoze që të kesh Ilir Metën brenda tek ajo listë? Pa përmend emra të tjerë se nuk dua, po marr për mendimin tim në moral po ta shikoj. Ja, po ta them me sinqeritet më të madh që mund të ekzistojë. Po e pash në kuadrin e moralit, jo, nuk është dinjitoza. Sepse Lësia është një trup i huaj brenda strukturës së Partisë Demokratike dhe vetëm ka prishur punë e largon zonën ngri. Elektoralikisht, duke menduar që doktori nuk është më emocional sa është racional në përzgjedhje, i është dashur që t'i mbledhë të gjithë që mos lejoj vota që të firojnë te Rama. Dhe unë prandaj nuk e komentoj listën. Më kupton Shpendin? Sepse gjithë ideja unë besoj shumë te inteligjenca e Sali Berishës. Besoj te masë shumë te inteligjenca të jo tek ai. Pra inteligjenca ti nuk do bënte asnjë lloj gjëje që do t'i bënte keq atij vet. Nuk mendon se tani është në kurth dhe është i detyruar ta vej atë inteligjencën më tepër në favor të asaj çfarë e penalizon për vetë. Kjo është pyetje shumë e bukur. Ai ka bërë sa në të mirë tonë. E diça. Sepse të shikoj antarët e LSI-s që kanë qenë, domethënë, kundërshtar me ne, në pushtet me Ramën, përballë në shumë zgjedhje të kaluara. Dhe sot dalin më demokratë se sa ne demokratët që. Tu ke shumë të drejtë. Ta shpjegon Shpendin këtë, që t'ia shpjegojmë edhe qytetarëve siç e konceptoj unë, s'po them që unë kam monopolin në të vërtetë, se mund t'ia fus kot. Sigurisht edhe unë nuk e marr përsipër. Absolutisht. Kemi marrëveshje fjalë që themi mendimet, nuk është se po flasim me imperativ kategorik që është kështu dhe rashi vdiqa. Unë mendoj Orsel që ka qenë koha në favor të kundërt doktorit kur u bën listat. Listat janë hartuar në 12 mars, mos gabofsha valla. Atëherë janë bërë. Në 12 mars, në mars ka filluar edhe ardha e Lasivitas e gjitha me radhë, domethënë erdhën delegacioni amerikan që erdhi që neve na duhej si Parti Demokratike, na duhej një imazh amerikan. Sepse Rama fushatën e 2021-2023 dhe bënte me non grata. Mbahet mend tash? Non grata Berishës nuk është hequr akoma de facto, de jure, a kupton? Po ky nuk e përdor dot më ai non grata. Se e di shumë mirë që precedenti i non gratës ka rënë me shefin e kabinetit të presidentit Orban, Hungari. Pra u hoq non grata e parë nga Departamenti i Shtetit. U kriju precedente. Nuk nisi me Berishën, nisi me një tjetër, Berisha mund të jetë përfitues ose jo. Kjo ngjelet për të parë. Dhe listat ishin bërë që me peshën e non gratës të kishte një opozit fort. Më kupton Shpendin? Opozita fort nuk kuptonte që ti të mbash njerëzit besnik, të vish edhe aleatet e gjitha me radhë. Momentin që pikët e bursës u rritën me ardhjen e Lasivitas, që u relativizuan non grata, u futën në burg, Erion Velie, bla bla bla, këta tipat me radhë që po bien dosja 3D, 5D, 10D. Dhe me gjithë pisliqet edhe idiotliqet që nxjerr nga goja kryeministri i vendit, jo me çyryk, jo me autik, jo me shikoni mua nudo i thot fëmijëve. Pikët e Berishës u rritën aq shumë sa u grit edhe fryma. Po Berisha
mund ta thuash me plot gojen që me hartimin e listës për një kontekst tjetër, me kontekstin edhe realitetin që po shikoj tani që njerëzit tani të djathët, të majtët, e pakënaqur që janë pafund pakënaqur me qeverinë, edhe mund ta adresojnë votën për hir që është jo vot pro Berishës, po është ndëshkuese ndaj Ramës. Më kupton shpendin? E njëjta gjë që ndodhi në 2013 me Berishën, që nuk ishte vot pro Ramës, ishte vot ndëshkuese kundër PD-LSI në thelb, ose kundër Berishës. Ky mund të jetë kurthi, sepse Berisha ta dinte që situata do ishte kështu, në kaq pak ditë. Nuk do ta kishte, ta jap me jetë që nuk do kishte këtë lloj lista. Dhe më thënë, ne nuk e dim se si mund të vinte, por ajo që është fakt është ajo. Dhe më thënë, dhe unë... Shikoj, listë më të mirë nuk gjej. Ç'është e vërteta? Se sa ajo që ka... Pësa ajo është grop njërë. Se sa ajo që ka PD-ja. Listë më e mirë është e koalicionit Euro-Atlantik. Për ty e motra. Domethënë, është për ty, unë kam respekt për ty, kam respekt për Shemsiun, që e kam mik, ty që të kam mik. Janë dhe 2-3 veta tjerë që i njoh prej së largu dhe kam ruaj një farë biçim respekti, integriteti. Janë njerëz që nuk kanë probleme me drejtsinë, Po që pra, është po kryesorja. mua duhet stof politikane. Nuk janë njerëz korruptuar. Më duhet stof politikane. Tek lista që po flasim, tek lista e doktorit, përveç, domethënë, asaj që thash ka ndenjë Rama deri në këtë ditë për efekt të marrëveshjeve që ka bërë LSI-ja më përpara. Unë vetëm kur shikoj, domethënë, antar të LSI-s, njerëz LSI-s aty brenda nuk më bën ta përmend si pse, sepse kanë punuar gjithkohës Po më mirë ta mbante LSI-n apo të na ikte te Rama. Po LSI-ja ikur, pse çfarë mendon ti se LSI-ja? Ora, ajo mund t'ikje. Po, edhe mund t'ikje. Ajo mund t'ikje. Po, dhe ta mbaj prapë Ramën. Jo, ajo mund t'ikje. Po më mirë E ka treguar ai. Jo, më mirë të t'ikje dhe ti ta quash armike, kundërshtare dhe ato votat që ty t'janë larguar nga qendrimi të vinë direkt, apo më mirë ta lësh edhe ato votat që t'janë larguar do thon pastaj shikoja bërë se ti s'di të vish pushtet, se ti s'di të bësh formula elektorale. Ti le ata, po ata janë 1 mandat, 2 mandate, 3 mandate janë plus, ja le vet Ramës. Pra dhe doktori, sepse vendimarrja është dek më veten Harvard. Që të marrësh vendime, nuk do të thotë që vendimet e tua duhet të jenë 100% sakta, korrekte, apo duhet të jenë të mirë menduara. Ka vendime nga pasioni, ka vendime nga presioni i kohës, ka vendime instiktive, ka vendime logjike, po janë gjitha. Doktori është përpjekur që të ruajë një lloj balance në disbalancimin që ka politika shqiptare dhe opozita shqiptare. Se vim nga vite të vështira, nuk vim nga vite që olele me lajle me lule, kupton? Këtë mendoj unë. A mund të kishte më mirë? Pafund. Patjetër. Pafund. Po flasim. Mund të kishte më mirë. Se ai është në burg dhe ti e ke në listë. Domethënë kjo nuk është se të ngre pikët shpend. Mendon se duket se i ngre pikët tek ata që janë militant, domethënë mbas doktorit dhe nuk ndryshojnë, por dikush që ka dhënë kontribute tek Partia Demokratike nuk e gjen veten kurr me atë listë të përfaqësuar. Të ta them domethënë si një demokrate që domethënë ka qenë që baba, familja ku u futa, vet, fëmijët që i rrita aty brenda, domethënë është kosto që e kanë marrë demokratët gjithmonë nga kjo sjellje e liderave që e bën për këtë apo për atë arsye. Ai është brenda. Në 2021 neve i humbëm zgjedhjet sepse u miratua jo koalicione para zgjedhore. Po të kishim koalicion me LSI-n, do t'i kishim marrë se votat janë më shumë tonot. Në shikon shpendin dhe më thënë, është krijuar një sistem elektoral, Orsel, që nuk na lejon neve me pan kartë morale. E kuptoj. Po tjetë për kartë morale, unë jam për operacioni fshesa. Operacion fshesa, të lësh parlamentin bosh, 10 veta lejojnë aty, nga këta që janë. 10 janë 20 maksimumi nga 2 ekrat, se ka njerëz me integritet majtas djatës. 20 nga 140. Mendon që ka ardhur koha që bëhet ky spastrim? Votoni Gashin 2029 për kryeministër. Unë mendoj që ka ardhur koha, shpend boll. Voto mua pra në 2029, po nuk dole vetë deputetën, voto mua në 2029 për kryeministër, më thon premtimi i parë dhe i vetëm është operacioni fshesa.
Po duhet të kesh pushtet që ti fshishë, se si fshin dot nga podcasti. Mund ta ngre si mendim. Po a ka nevojë për fshirje? Fshes me korrent, as me fshes. Po kështu. Ti fshis janë kot, shumica janë kot, janë frymojnë. Vite po një Frymojnë kot, kanë marrin lek kot, marrin pushtet kot, imunitet. Kanë deputetët 500 ton 4 vjet për të më marr pa dogan, pra kanë ca privilegje që populli si di po. Neve pacientët, krye pacientët i dinë ca gjona. Po. Pra ti shkon aty për interesin tënd vëlla. Qarkulloha më shoko, hap një qendër të ti, hap edhe një podcast, bëj lekët tua. Po. Marrësh nga harka shtetit. Në vendin dikujt që Gje vendin ai një njerëz që është kontributor, merr nga politika, po të kontribon. Kontribon edhe nga ana pas 10 vjetësh. Pra një investim i imi nëse pas nesër në parlament mund t'i çeli lulja pas 30 vjetësh. Një kontribut që unë e bëj. Po do ta shnojmë, nuk e gëzoj unë, do ta gëzojmë fëmijët e mia apo fëmijët e tua, apo mbesa jota, që e pash me jetë, a kupton? Këto janë gjona që bën politikani. Këto janë gjona që e prekëm dhe mbesëm pak. Po, na kesh merë, kishe yll. Kemi bekim. E kishe yll atë bukurosha, Na ka si Zoti ta marrë mashallah. bekim. Madje dhe emrin ashtu e kemi vënë. Ta ka Ja ka budën, vënë mami me babin e vet, por që bekim nga Zoti. Dhe, domethënë, kjo është ideja. Por ka diçka, unë nuk duhet merrem me ty, ti e di shumë mirë mendimin tim. Unë nuk jam berishist. Nuk kam lidhje fare me rrymat mrena. Unë jam anti-Rama. Jam pozicionuar atje për një arsye që ti di po aq mirë sa unë, se i kemi folur e stërfolur bashkë. A ka probleme opozita pafund? A nuk duhet ishte LSI-ja? Po, nuk duhet ishte LSI-ja me na. Më mirë ik merre, është më e pranueshme një bashkim me Bashën se sa me LSI-n, po të më pyesësh mua. Sepse Bashën deri para 3-4 vitesh e kishe mbrorisin gjithë për Bashën, këta që sot bëjnë kështu si të revoltuar. Që bëjnë si të revoltuar. A duhet ishte Basha në vend të Sali Berishës? As Kololdashi, as Basha. Nuk ka menduar se mund të ishin, sepse ka pas figura edhe më të mira që mund ta çonin përpara. Ka dhe në treg rreth e rrotull. Çuna të rinj, goca të reja. Po çuna se politika shqiptare nuk është bërë akoma në atë lloj standardi që një femër apo një grua të jetë kryetare partie dhe të ndiqet nga pas, sepse këtu është shoqëri patriarkale në thelb, në mendim, a kupton? E duan forcën vetëm tek burrat, domethënë e tregojnë. Po se kështu është, ne nuk do merrem me atë punë. Absolutisht, edhe unë jo, unë gjithmonë e them që gruaja është forcë. Do thënë gruaja shumë e madhe, por është qafa. Burrat është qafa sepse politika është e rëndë. Kanë pjesën e vet. Është shumë e rëndë politika. Nuk është për, do thënë nuk. Sidomos këtu. Këtu është akoma dhe e ndyrë. Këtu është edhe e ndyrë, se përpos se është e rëndë, është edhe e ndyrë. Por ideja është midis dy të këshillave, Ilir Metës edhe Lulzim Bashën, unë zgjedh Lulzim Bashën sepse ngjizë vëllan, do thënë mbaj vota djatha. Ndërkohë që me Ilir Metën, unë po marr votat që mi ka marrë në 2013, a kupton ç'a koncepti është po ti futesh logjikës elektorale. Solli Ramën në 2013 me ato vota. E solli Ramën në pushtet. Po se Internacionale Socialiste e gjitha me radhë, është luftë për pushteta. E kemi edhe sot e kësaj dite. Ajo është luftë për pushtet. Po në 2015, po ashtu shikon Idrizin, ndërkohë që edhe Idrizi ishte në koalicion me Ramën. Tu gjithë kanë qenë në koalicion me njëra tjetrën. Në zgjedhjet. Shpresojmë që edhe juve mos jeni në koalicion me Ramën pas zgjedhjeve. E ka thënë kryetari më së miri këtë, domethënë. Ore këta kryetarë dan flasin shumë gjëra para zgjedhjeve, po pas zgjedhjeve çosh marrin ca vendime. Që me Ramën nuk do ketë. Gjithsesi. Po pati do largohesh? A do largohem nëse ka koalicion me Ramën? Po. Po patjetër që po. Patjetër që po. Kaq më intereson. Sepse s'dal dot kundër vetes. Kaq më intereson. Unë them të rrezoj Ramën, por që s'mund të mbaj Ramën pushtet. Kaq më interesonte, i ke vendosur pikat mbi sh se mbi i ke vendosur çipar. Pyetja fundit. A ka mundësi të drejtohesh qytetarëve shqiptar të majt të djathtë qendrës, të majt qendrës, qytetarëve që jetojnë jashtë Vjesëver, që jetojnë nëpër fshatra, në Pezë, në Vaçar, ku do që të jetë pas Kuqan. Një mesazh nga Orsela Aga për votimet. Një mesazh elektoral, thjesht, në mënyrë qytetare, pa dogma politike, pa si logjoja. Folje preku zemrat. Është e jodja tash. Në plan të parë Orsela,
Atëherë, të nderuar votues po i drejtohem më saktë, Po, bravo. sepse i kemi në të gjithë qarkun e Tiranës që mundën të na votojnë, bashkëvuajtës, të majt, të djathtë, të pavendosur. Unë ju ftoj që në datën 11 maj të votojmë për të rrëzuar këtë qeveri që gjysmën e kabinetit e kanë burg. Në 11 maj ne duhet të dalim të gjithë të votojmë kundër kësaj të keqe që ka pllakosur vendin, kundër Edi Ramës. Të bëhemi të gjithë bashkë për të sjellë një ndryshim, që fëmijët tanë ta ndërtojnë jetën këtu dhe jo në emigrim, nga sytë kombët, sepse dhemb çdo ditë. Ky është mesazhi im. Rolla, ke folur si nën, ke folur si zonjë shtëpie. Nuk ke filluar prandaj ta thashë. Sepse ashtu më vjen për ta thënë. Nuk i dua këto dogmat që voto 4-1, 2, 5. Domethënë, ne në 11 maj duhet të dalim masivisht të votojmë. Të votojmë kundër kësaj të keqe që ka pllakos vendin. Kaq. Se unë te ky podcast jem ka një idiotlik shumë në thelb. A kupton, është paradoks. Ne themi pyetja e fundit, po mua sa herë që bëj pyetjen e fundit mlind një pyetje tjetër. Një tjetër. Ore për këtë votën e opozitës. Keni kështu po viden, s'po viden, po manipulojnë, po s'po manipulojnë, apo ke besim te procesi? Besim tek procesi, por dhe të ndërhyrjet që besoj që do jenë një risi në këtë zgjedhje, domethënë që do ndërhyrja ndërkombëtare, vëzhgimi. Po vëzhgimi nga jashtë. Nëse un kam shumë prova të mbledhura, do t'i tregoj në kafe që po manipulohet vota e diasporës për Edi Ramën, e diasporës di e shpend që kur procesi domethënë nis që do të vi zarfit e shtëpia, është e monitoruar vota. Domethënë është e kontrolluar nga pushteti që është, kështu që ne nuk prisnim ne wow nga diaspora. Ajo dije që do bëj që kur vjen është ndryshe nëse ne do kishim një votim elektronik që të dilte domethënë në sistem. Po them një gjë shumë të thjeshtë të Napoleonit, kur mos e korrigjoni kundërshtarin kur është duke gabuar. O Rame, do thoshte Basha. Vazhdo vlla vit se pas qafe e ke. Se ai do të krijohet precedent për mos të njohur zgjedhjet. Ti vazhdo, jepi drejtim. Se kemë jurikimin. As ta shokët e tjerë. Orcel, të falenderoj. Ato unë të falenderoj për ftesën. Besoj se të ka pëlqyer, të pres prap. Të pres prap edhe për të promovuar qendrën tënde. Të falenderoj. Për zotin e kam me shumë kënaqësi të vish në cilët ca video, të flasësh për punën që bën atje, sepse e shoh me vend dhe me vlerë që të promovohen qendra ku edukohet fëmijë dhe ku edukohet brezëri. Sepse politika më e madhe që mund të bëjmë është stërvisim brezin e ri, brezin Shqipërinë e nesërmes. Kjo është politika më e madhe që është për të bërë. Pastaj këto allizhverishtet tona që bëjmë sigur jemi inteligjent shumë edhe diskutojmë për çështje globale janë pjesë e retorikës politike shqiptare që ka sot e 34 vjet që vazhdon të bëhen gjitholog, sikur din gjithçka, sikur skenaret, sikur gjitha. Orsela mbetet gjithmonë tek shërbimi atje, tek të vlerësoj shumë për njeriu që je, për qytetarin që je, dhe për kontributin modest po konsekuent që ke bërë gjatë gjithë kohës. Dhe do ta jap për Shqipërinë, sepse në fund ditës patriotizmi është të japësh dije fëmijëve. Tu hapësh një qendër që ata me të vërtet përthithin, ai truri i tyre që si sfungjer të jetë përthitës. Të falenderoj shumë e dashur, të uroj suksese, sa më shumë vota, dhe me humbjen e Edi Ramës. U bëft më e mira për të gjithë. U bëft më e mira për të gjithë. Pacient, e dini vedjove, e dini vet. Dilnin votime, të gjithë, të majtë të djathtë dhe ndëshkoni Ramën. Ju lutem ndëshkoni Ramën. Hidheni ku të doni, si të doni, tregoni pak zgjuar ku merr vota juaj vlerë. Kujdes, qendrën e X-it duhet brenda dhe mundësisht mos e nxirrni X-in jashtë kutisë për mos të bërë vota e pavlefshme. Ju lutem dhe shikoni mirë, ai keni të 3 vulat pas faqes votimit, pas fletës votimit. Votoni këtë doni, mos votoni Ramën, dhe tregoni inteligjent se ku vota juaj merr vlerë.
Orsela do thoj votoni 4-ën, Votoni 4. unë thëm votoni 1-shin, të dyja bashkë bëhet 5, 5-ën përdoreni për shuplak Ramës. Sepse 4 plus i bëjmë 5. Për bashën 313. Respekta.